Romeo Vesha i bën veprimin e papritur dhe ish banore së Big Brother VIP. Raporti Romeo Veshaj te Arta Kabashit është diskutuar pafund në rrjetet sociale. E gjitha filloi në Big Brother VIP Albania, ku Arta edhe pse u eliminua herët, nga fansat e zjarrt u pa një pëlqim i saj ndaj Romeos, ndërsa ky i fundit e ka parë vetëm si shoqe, teksa më pas ndjenjat e tij të vërteta u shprehen kundrejt Heidi Bachit. Edhe pse të dyshja vazhduan një lidhje që brenda shtëpisë, Arta nga ana tjetër nga jashtë shpesh herë përfol në media se i hidhte shenja që kishte akoma një pëlqim për të dhe se e priste. E duket se me të dalë jashtë, Romeo fillimisht u përfol se pas vazhdimit të bashkëtesës me Heidin, e la pas Artën duke mos e takuar, gjë që solli edhe në intervista Arta të kishte një hatërmbetje ndaj tij. Mirë po veprimet e fundit kanë befasuar ndjekësit. Romeo u nda nga Heidi e fansat menjëherë filluan të përflitnin për përqimin që pat Arta kundrejt Romeos. E veprimi i fundit ndaj aktorit befasoi ndjekësit, teksa vetë Romeo publikoi këngën e Artës dhe Elgit Dodës në llogarinë e tij. Pa dyshim që kjo është një lloj mbështetje që Romeo ka treguar për miqtë e tij, teksa këtë e ka bërë të qartë. Dyshja duket se kanë vendosur vetëm të jenë miq me njëri tjetrin, teksa kujtojmë se edhe Arta pas një viti nga largimi i saj në Big Brother u përfol edhe vetë për nisje të një raporti serioz. Teksa përflitet se me Romeon kanë vetëm një marrëdhënie shoqërore, e ka qenë pikërisht ai që ka mundësuar edhe këtë bashkëpunim me shokun e tij të ngushtë Elgit Dodën.